Mirë po kur ndalemi në disa detaje të muajit të mëdhenshëm të Ramazanit, e kuptojmë fare mirë se Allahu Azza wa Jall e bani këtë muaj një frymë mëshironjëse dhe një bekim të madh për kretë racën njerëzore, si për të na nxit Zoti i gjithësisë që kretë jeta e jonë me kenë Ramazan. E për këtë, ndoshta janë dy fjali të shkurtëra në mesin e shumë ajeteve prej ajeteve kuranore që nxisin për agjërimin e Ramazanit dhe flasin për bekimet e tij, që mund të jenë për kufizimi më i mirë për këtë muaj dhe çfarë e pason atë. Na u vërtetua botërisht dhe këtë e pam sot edhe fal mediave dhe rrjeteve sociale, se si anë e manë botës njerëzit u gëzuan me këtë Ramazan, njerëzit u paqëtuan me këtë Ramazan, njerëzit u solidarizuan me njëri tjetrin me këtë Ramazan, njerëzit lanë pas krahëve mërit dhe hasmërit në këtë Ramazan, njerëzit për hatër të këtij muaji të mëdhenshëm të Ramazanit hapën dyert e zemrave për njëri tjetrin, duke i dëshmuar njëri tjetrit dëshirën e mirë, për të bërë mirë, për të përhap të mirën, për të nxit të mirën, për të distancuar nga shkatërrimi dhe e keqja, për të distancuar nga munkeratet, mekruhatet, haramet, kretë ndalesat për të cilat Zoti i gjithësisë nuk ka shtarazi me asnjënin prej nesh. Po ky muaj i mëdhenshëm i Ramazanit, që i gjeti banorët e Gazas në besën e armpushimit, mirë po që besa ra dhe pabesia prevaloi, mi çdo thirrje tjetër, pabesia e mbështetur pabesisht nga sistemet më barbare të historisë së njerëzimit, për të bombarduar dhe për të shkatërruar shtëpitë e njerëzve dhe për të marrë shpirtrat e fëmijëve në veçanti, e nanave e baballarëve teksa banin syfyr. Po çfarë syfyri? Syfyr pa drita, syfyr pa ujë, syfyr pa ushqim, syfyr në tymnaj, syfyr në gërmadha, syfyr me erën e vdekjes, syfyr me erën e pjekjes së njerëzve të gjallë në zjarret e terrorizmit, më të fëllish dhe më të egër të historisë së njerëzimit. Subhanallah.